pak e rrezikshme me këto që ka unë, nëse sa shumë e lehtë me këto të rrezikshme me aplikuar. Dhe na shtaknoi në këtë unë ndërzoj gjithçka, po përdorim atje i mojë në sa në komunitet. Që është pak rrezikshme, po lutem që këtë jetë realitet në këtë. Ne jemi tek Hebrejt kapitullin 9 nëse mbani mend. Dhe sot do të shohim vargjet 15 deri në 22. Hebrejt kapitullin 9, është paqë 114. 15 deri në 22 do të shohim vargjet. Para se të filloj, dua kështu në përgjithësi t'ja përkujtoj edhe një herë që nëse marrim mend që nga fillimi, qëllimi kryesor i letrës hebrejve është çka? Është që autori është judeja dhe dëshiron që të bindë judet që Krishti është më i mirë nga ajo se dhe më rëndësishëm nga çdo gjë që ata kishin në ditën e vjetër. Marrim mend judet e pranojnë ditën e vjetër, por nuk e pranojnë që Krishti është Mesia dhe se ai është ka prekur për mëkatet e tyre. Kështu që autori bën gjithçka që është e mundur, shkruaj këtë letër për të bindur ata që hey, ajo çka Krishti është, kush ai është, çfarë ai ka bërë, shumë më rëndësishme se sa çka ju besoni në ditën e vjetër. Krishti është ndërmjetësuesi i një beslidhje më të mirë. Po them ajo është preft më e mirë, ajo është sakrificë më e mirë. Beslidhja e Krishtit është më e mirë se sa vjetra. Gjithçka është më e mirë. Ai do t'i bindë ata, apo do t'i bindë ata se nëse ju e pranoni Krishtin në fjalë është të thonë që ju nuk do të humbeni asgjë. Në fakt, ju vetëm që nuk do të humbeni, por do të fitoni shumë më shumë nëse ju e pranoni Krishtin si Mesin tuaj. Çka do të fitoj? Të falin në mëkate, por diçka që ata kur nuk e kanë pasur në beslidhjen e vjetër. Kështu që autori është duke bërë gjithçka që është e mundur për t'i bindur judet që Krishti është më i mirë. Marrim mend që letri u shkruaj 3 lloje njerëzve, apo janë ata njerëz që s'kan dëgjuar për Krishtin, dhe autori ka raste kur ai e shpjegon se kush Krishti është në mënyrë që i bindet ata. Disa njerëz tjerë njerëz që janë jude që kanë dëgjuar për Krishtin, dinë kush ai është, nuk kanë marrë guximin ende për të vendosur besimin e tyre. Në to, për shkak të pasojave që do të pasojë pas nëse ta bëjnë kështu, kështu që autori shpesh ju bën thirrje të heqë mos rëni kështu në tet, që është më thonë, po merrni hapin edhe vendosni besimin tas Krishtit pasi që dini se kush ai është. Edhe grupi i tretë i njerëzve që kemi thënë është besimtarë që në fakt e kanë pranuar këtë ide, disa kanë pranuar Krishtin, mirë për shkak të pasojave, për shkak të përngjekjeve që i kanë pi judeve, janë larguar nga sinagoga, ndoshta edhe janë larguar nga vendi i tyre, janë përzonshëm komplet. Autori ju shkruan edhe inkurajojnë duke thënë që mos brengosni, sepse ajo që ju keni Krishtin është shumë e rëndësishme se sa çka ne kemi këtu në botë. Kështu që shpesh letra e hebrejve do të keni kujdes kur ta lexoni, sepse ju referohet njerëzve të ndryshëm, do të mbajini fare mendime se kujt është duke i folur, ose për ndryshe përshtypje të ndryshme. Mirë po, në përgjithësi letra e hebrejve, nëse dikush e pyet se për çka është letra e hebrejve, ajo është për t'i bindur njerëz se Krishti është më i mirë ose personi më i rëndësishëm në univers. Personi më i rëndësishëm që ka jetuar në historinë e njerëzimit. Tash ne jemi tek kapitulli 9 që se mbani mend. Edhe deri tash ne kemi parë së pari në vargjet 1 deri në 5 kemi folur, autori ka përkujtuar edhe një herë judeve në mënyrë se si tabernakulli apo shenjtoria e vjetër ishte ndërtuar. Mbani mend, mënyrë se si gjërat ishin vendosur, si tabernakulli ishte ndërtuar, edhe secila prej tyre simbolizonte diçka për Krishtin. Për shembull, do të përmendi 2 prej tyre ishte vetëm vendi ku ishte ndërtuar tabernakulli ishte i rrethuar, edhe ishte vetëm një portë për me hyrë brenda. Ka qenë vetëm një mënyrë se si njerëzit mund të hynin tek tabernakulli apo tek prezenca e Perëndisë. Çka thot Jezusi? Unë jam çka? Rruga e vetme. Jezusi është dera e vetme përmes të cilës njerëzit mund të marrin prezencën e Perëndisë, nuk ka një tjetër. Ai është simbol që në fillim një tjetër pasi të hysh nëpër këtë derë e vetme, çka kishte pranë? Ishte altari ku priftreti bënin sakrificat e tyre. Dhe ajo është simboli i kujt? I Krishtit që ai do të bëhet sakrificë për mëkatet tona. Që mënyra që ne me hyjmë në prezencën e Perëndisë, brenda atij tabernakulli për prezencën e Perëndisë ekzistente, ishte përmes kësaj dere, përmes sakrificës, për ndryshe njerëzit nuk mund në punë të hyjnë, është saktësisht e vërtetë. Nëse dikush don që të jetë në prezencën e Perëndisë, ta njeh Perëndin në mënyrë personale, është vetëm një mënyrë që ata mund të shkojnë. Është dera vetëm, është Krishti, është për shkak të sakrificës time që ai na pastron neve nga mëkatet tona që ne mund
në mund me qëndru në prezencën e njësë. Kështu që mënyra se si tabernakulli ishte ndërtuar, mënyra se si gjërat ishin vendosur aty, simbolizonte shumë gjëra për Krishtin. Ne ishin vargje deri në 5 kapitullin 9, pastaj vargje 6 deri në 10 kemi parë punën që priftrejtë bënin këtë tabernakull. Monument për ndje kishte caktuar priftrejnë dhe kryepriftin që ka të shërbenin në këtë tempull. Dhe kjo simbolizon në fakt atë që ka Krishti do të bënte. Ai është prifti ynë, apo? Ai është kryeprifti ynë. Ai është sakrifica që u bë për të ndërmjetësuar për neve. Priftrejtë ishin vendosur për me ndërmjetësuar ndërmjet popullit dhe kujt. Dhe Perëndis. Dhe kjo ishte me anë të kujt, me anë gjakut të sakrificës që ata bënin. Është njëjtë sot Krishti është ai që ndërmjetëson ndërmjet neve edhe Perëndis, me anë sakrificës time, me anë gjakut time. Kështu që gjitha këto gjëra në javën e vjetër nuk ishin bërë pa lidhje që është veç hajta ndërtoi ne apo. Nuk kishin një qëllim, ishin simbolike e asaj që do të vinte. Në mesazhin e fundit që kemi parë, vargjet 11 deri 14, ne kemi parë tash diçka ndryshe. Ne kemi parë se ndryshe nga besëlia e vjetër, Krishti erdhi si kryepreft, edhe ai shërbeu jo në tabernakullin që ishte ndërtuar me dorë për shka, me tabernakull tjetër në të Bibla, që ishte më i madh, që ishte më i mirë, që nuk u bën nga dora e njerit. Dhe puna e Krishtit, puna që Krishti bëri aty, ishte shumë më e rëndësishme se sa puna që priftrejt bënin në tabernakullin e vjetër. Në besëlinë e vjetër. Për shembull tek vargu 12, që çfarë ka thënë? Krishti, ka fjalë për Krishtin, hyn një herë dhe për gjithmonë në shëndore, jo me gjakun e cjetëve dhe të viçave, por me gjakun e vet, dhe fitoi një shpëngim të përjetshëm. Me një fjalë është duke thënë që ndryshe nga priftrejt që vazhdimisht bënin sakrifica të përditshme, ndryshe nga kryeprifti që çdo vit ai duhet hynte në herë vendin shumë çaj Perëndis për të ndërmjetësuar për ta, thotë Krishti hyri një herë dhe për gjithmonë në shëndore. Edhe gjaku është tjetër tash, nuk është i cjetëve dhe i demërve, por është ky. Është i Krishtit. Edhe për shkak të kësaj, që në fundin aty çka thotë? Çka arriti Krishti? Fitoi shpëngimin e përjetshëm. Po, brenda 14 është me një sakrificë të vetëm ai ka bërë të përsosur gjithë ata që shëndrojnë. Ndryshe nga priftrejt që duhet i përsëritin sakrificën e tyre vazhdimisht, Krishti thotë me një sakrificë të vetme e ka blerë shpëngimin të përjetshëm, e ka fituar këto. Shesi është ndryshe. Ato ishin simbolike, Krishti është realiteti i atyre, tash edhe i përmbush aty. Për këtë arsye, për shkak se ai ka fituar një shpëngim të përjetshëm, Krishti s'ka nevojë më që të vdes. Ai ka vdekur një herë për gjithmonë dhe ka bërë gjithë zemrimin e Perëndis. Gjaku i tij është aq i çmuar sa që një herë është derdhur, edhe s'ka nevojë më që të derdhet për arsye se njerëzit që besojnë do të shpëtojnë. Kam javë gjakun Krishtin për të shpëtuar çdo person që vjen. Ai të shpëtojë për gjithmonë, s'ka nevojë që të përsëritet kjo. Gjithashtu në vargun 14, që se lexojmë këtë thotë aq më shumë, pak 13 në 14, do të sepse nëse gjaku i demave dhe i cjepëve dhe hiri një mëshire i spërkatur mbi të ndoturit i shëntrën duke i pastruar në mesh, aq më shumë gjaku i Krishtit, i cili me anë frymës së përjetshme e ofroi veten e tij të patëmet Perëndis, çka do të bëjë? Do të pastrojë ndërgjegjen tuaj nga veprat e vdekura për të shërbyer Perëndis. Së gjaku. Çka shohim ndryshe këtu? Sa ajo në javën e vjetër ishte diçka jashtme, diçka rituale, po vetëm jashtë, kishte bënë me pastrimin jashtë, me spërkatjen e gjakut dhe për trupin e njerëzve. Me Krishtin është ndryshe, tash gjaku i tij na çka bën? E pastron ndërgjegjen tuaj nga veprat e tij. Po është diçka që ndodh brenda. Është diçka që bën transformimin tonë nga brenda. Krishti e bën këtë, e pastron ndërgjegjen tonë nga veprat e liga. Që do të thotë se, monument që të krishterët janë njerëz të pastruar nga brenda, jo vetëm jashtë. Ndërgjegja e tyre është e pastruar. Ata e dinë se janë të pastër për Perëndis, për shkak ne kemi siguri për qiellin, apo se dinë që Krishti na ka pastruar ne nga mëkatet tona. Atë krishterët janë ndryshuar nga brenda, shka thënë 2 Korintasë 5:17. Nëse dikush është në Krishtin, ai është një krijesë e re, gjërat e vjetra kanë kaluar, ja gjitha gjërat të bëjnë. Të jam në fjalë zemra e tyre, mendja e tyre, vullneti i tyre është ndryshuar. Nuk ka të bëjë vetëm me jashtë kjo. Ne falim më herët që Jezusi tha shumë njerëz më adhurojnë me buzë, me gjesë, por problemi është brenda, nëna e katastrofë.
E këta Krishti vjen edhe ballafaqohet me këtë problemin kryesor të njeriut, që është zemra, është brenda. Dhe kjo është shumë e rëndësishme për neve të krishterët me kuptu, sepse përderisa është i qenë gjendjen e kishës, gjendjen e krishterëve sot në botë, është një keq kuptim. Është një keq kuptim lidhur me ato që ka ndodhur kur Ungjilli e ka plënë një person. Shumë mendojnë që i din disa fakte për Jezusin, e ka pranuar ato dhe s'ka të bëjë kurrë gjë në mënyrë se ti jeton ose në mënyrë se ti reagon ndaj këtij Ungjilli. Shumë njerëz mendojnë që janë, i thonë vetes të krishterë dhe mënyra se si ata ndalen për mos të mëkatuar po janë për jam i krishterë se di që shumë. Dhe që s'ka kur farë ndryshimi brenda, po vetëm se e kam njoftën se i krishterë, nuk smoj me bëjë gjana të është ndryshë nga ajo çka thot këtu, se është ne jemi të pastruar nga brenda, ndërgjegjja junë është e pastër. Te krishterë nuk është një person që zemra e tij, mendja e tij është e dhënë mas mëkatit dhe ai veç e ndon veten në zër. I krishterë është një person që zemrën e ka të ndryshuar, vullnetin e ka të ndryshuar, dëshirat e ka të ndryshuar dhe urrejnë mëkatin nga brenda. Ç'kjo është ndryshimi? Ç'kjo është ndryshimi? Nëse dëshirat e tua janë që ti vazhdimisht të mëkatosh, vazhdimisht shkosh ndaj jashtë rrugës të Perëndisë, vazhdimisht ti je shok i botës. Nëse këto janë dëshirat e tua, ti duhet me kontrollu veten se a e njeh Krishtin më të vërtetë. Se dëshirat e një krishtere janë ndryshe. Apo dëshirat e krishterit janë që ai me dash Perëndin, ai me nderu Perëndin me jetën e tij, ai me shërby Perëndis me jetën e tij vazhdimisht. Dëshira e tij është ai me urrëj mëkatin me çka ka. Kjo nuk do të thotë që na nuk katolikë duhet. Normal, bim ka se jemi njerëz ende si me transformuar ende komplet në imazhin e Krishtit. Mirë, për dallimin mes një krishtere dhe një krishtere ose kur i krishterin ka thënë ai e urrejnë atë gjë. Dhe shkon te Perëndia dhe e fen aty dhe i vjen keq. Një krishterin ka thënë zangënjen, vjen apo stadion s'ka kur fare. Prima shej një disiplinë në spa. Në Hebrejt në vend të kapitullit 13, fjala e Perëndisë na thotë që Perëndia e disiplinon çdo fëmijë të vetin. Në fakt, nëse nuk disiplinohesh, atëherë je që përdor me fjalën kopjeri. Nuk i përket Perëndisë. Ata që i përkasin Perëndisë do të disiplinohen nga Perëndia. Nëse je krishter, kur ti del jashtë rrugës, Perëndia është ajo që do të kapë dhe të çet në rrugë prapë. Apo për ne që kemi fëmijë në Adina që kur ne shohim fëmijën tonë duke shkuar dhe një rrugë të keqe, ne do të ishim shumë prindër të këqij nëse veç e lëmë shtuka e vetë. Apo? Çka bëjmë ne është, edhe ndoshta dhe njëherë i lëndën ata. Por i thrasim që ata të kthehen të jenë njerëz të ndershëm, të jenë njerëz të drejtë. I mësojnë fëmijë të mirë. Shumë krishterë presin Perëndin që edhe kur ka thonë që mos të disiplinojë as pak. Kështu që kur thotë këtu që Krishti na pastron neve nga dëgjëja jonë ka një kuptim shumë të madh. Është ndryshe nga çdo religjion tjetër në botë. Asnjë religjion në botë nuk do të ballafaqohet me problemin kryesor që njeriu ka pranë. Kjo është në zemër. Krishti është ai. Krishti ai që na pastron neve nga brenda, na ndryshon neve nga brenda, na pastron dëgjëjit tonë nga veprat e liga dhe shka. Për çfarë qëllimi? Që të shërbejnë Perëndisë së gjallë. Apo? Këto është një diçka tjetër që shumë njerëz dojnë të parë, por nuk e dojnë dytën. Shumë njerëz dojnë që të jenë pastruar nga mëkati, dojnë që të jenë të falur nga mëkati, mirë, por nuk janë kanë më marrë të dytën sepse nuk duhet të shërbejnë Perëndisë. Mirë, por çdo person që është i shpëtuar është i thirrur për të shërbyer. Kto janë diçka që janë të pandallë, nuk mund të na ndalë. Krishti i ka lënë bashkë dhe nuk jemi ne askush që më ndalë të gjë. Do të Krishterimi i vërtetë është që me anë gjakut Krishtit, ndërgjegjja jonë është e pastruar, mëkati jonë është komplet i pastruar, ne jemi të ndryshuar komplet nga brenda dhe tash jemi të dhënë pas shërbesës Perëndisë. Ky është Krishterimi i vërtetë. Nëse është diçka më pak, nuk është. Nuk është Krishterimi i vërtetë. Ungjilli është diçka që ndron, ne ndryshon personin komplet. Që kjo është që kemi folur deri tash te vargu 14 këtu që në kapitullin 9. Sot do të shoqërim vargun 15 deri në 22. Në vargun 15 deri në 22, edhe ajo që do të shohim është që autori prapë vazhdon të tregojë ju deri se ndërmjetësimi i Krishtit në besëtirën e re
është shumë më i rëndësishëm. Vazhdojmë me ja tregu edhe pak me ja shpjegu aty se sa i mirë është Krishti. Më që ke marrën sikur pa do reklamat këne, është ta reklamojnë një gjatë qatë shumë se që gati takona me blej. Edhe ato është duke bërë të njëjtën gjë, është duke u munduar me ja tregu ideve nga çdo anë, mirësinë e Krishtit, kush ai është personin e tij, në mënyrë që ata më thonë, wow, unë pe duket për zë. Është diçka shumë e rëndësishme që ne shpesh si krishterë kemi lënë anësh, në di ne ja bëjmë çdo gjë që është e mundur për t'ju treguar njerëzve mirësinë e Krishtit. Për t'ja treguar atyre të person të çmuar, që erdhi vdesh dhe dha jetën për ka persona në mënyrë që ata të shpëtohen, njerëzit do të më ndëgjojnë gjillën e Biblën atë në mënyrë që ata më shpëtojnë. Besimi vjen nga dëgjimi vjen nga fjala e Perëndisë, për ata Pauli vazhdon më poshtë dhe të përmend për aty që si mund ata të dëgjojnë ose të besojnë diçka që kur s'kan dëgjuar. Si mund ata të dëgjojnë që se dikush nuk i flet aty, si mund të klasin nëse nuk shkojnë. Ne duhet patjetër që të tregojmë njerëzve sepse kjo është mënyra e vetme që ata mundën me njoft Krishtin, mundën me artë besimin në Krishtin. Kështu që autori bën gjithçka që është e mundur. Tek popullin e vet, por kjo është i ka fokusuar popullit të vet, se i dën. Edhe e thot, bën gjithçka, e shiqon Krishtin nga çdo anë, do të vazhdojë edhe për pikën tjetër që do të shohim. Vetëm për t'ju treguar aty në hey, shiqoni çka është duke ju munguar ju. Ky person i çmuar, ky person i madhreshëm, edhe punën që ai ka bërë. Kështu që ai do të vazhdoj tash këtë kapitull që tregoj ideve. Le të lexojmë Vargje 15 deri në 20. Thotë prandaj, fjallë për Krishtin, ai është ndërmjetësi i beslidhjes së re që me anë të vdekjes që u bë për shpërngimin e shkeljeve që u kryen gjatë beslidhjes së parë, të thirrur të marrin përktimin e trashëgimisë së përjetshme. Sepse atje ku ka djath, do të jetë më domos edhe vdekja e trashëgimënësit. Sepse djata është e vlefshme vetëm pas vdekjes, sepse nuk ka kurrë farfuqie derisa trashëgimënësi e ndërron. Prandaj edhe beslidhja e parë nuk u përrua pa gjatë. Sepse kur ju thanë të gjitha urdhrimet, sepse sipas ligjit gjithë popullit nga Mojsiu, ky mori gjakun e viçave të cepëve bashkë me ujë, lesh të kuq të ndezur dhe hisop, e spërkati dhe edhe librin edhe gjithë popullit. Duke thënë, ky është gjaku i beslidhjes që Perëndia urdhëroi të vinë. Gjithashtu ai me atë gjak spërkati edhe tabernakullin dhe të gjitha enet e shërbesës hyjnore. Dhe sipas ligjit gati të gjitha gjërat pastrohen me anë të gjakut dhe pa derdhur gjak nuk ka ndjes. Vazhdo do t'i shikojmë sot. Së pari në vargun 15. Në fakt do të fillojmë me një pyetje. Sa për juve, kur e keni thënë dikoj që Krishti është e vetmja rrugë për të shpëtuar, se Krishti është e vetmja rrugë që ne mund të shkojmë në ferë. Sa për juve ju është bërë pyetje që okej, nëse kjo është e vërtetë, si janë shpëtuar njerëzit para se marrin Jezusin? Keni pas këtë pyetje herë? Mund ta ndodhë shpesh. Nëse Krishti është e vetmja rrugë që njerëzit mundën me shkuën parajs, atëherë si janë shpëtuar miliona njerëz para ardhjes Krishtit? Çfarë ishte ta? Përgjigjen e kena këtu te vargu 15, do mësë harroni se çdo të më ardhi ju kur ti bëhet kjo pyetje. Çfarë thot vargu 15? Dhe prandaj ai është ndërmjetësi i beslidhjes së re që me anë të vdekjes që u bë për shpëtimin e shkeljeve, cilat shkeljeve që u kryen gjatë beslidhjes parë, gjeni çfarë do të thonë? Të thirrur të marrin përtimin e trashëgimisë së brendshme. Është duke thënë që kur Krishti vdiq, ai i shpërngon ata njerëz që i kanë kryer ligjet beslidhjen e parë, para se më ardhë Krishti. I kanë kryer ligjet para se më ardhë Krishti. Edhe ata kanë qenë thirrur, që të flasim më vonë tash, mirë po ata e marrin përtimin e tyre, marrin jetën e përjetshme kur Krishti vdek kryq. Në një fjalë që është duke thënë që gjithë njerëzit, pa parasysh janë ndjatën e vjetër, ndjatën e re, që janë shpëtuar vetëm për një arsye, me gjakun e Krishtit. Me gjakun e Krishtit. Të gjithë ata që janë shpëtuar, që do të jenë në qiell, kur ne i shohim, arsyeja pse do të jenë ata atje, pa parasysh ku kanë jetuar. Ndjatën e vjetër apo të tjerë të për shkak të gjakut të Krishtit. Si i aplikohet, pyetja është si aplikohet gjaku i Krishtit atyre që kanë jetuar para se na vallaj. Në marimen, për çka kemi folur deri tash, për sakrificat që Perëndia kishte vendosur, sistemin e sakrifisave për trenive, ato ishin simbolike e asaj që do të vente. Kështu që çdo person që e ka pranuar simbolikën,
Morë mend, çdo person që e ka pranuar ato që ka qenë simbolike, kur Krishti vdek, gjaku i tyre aplikohet atyre, ose vetë që kanë pranuar, se falja është punës gjakut. Të shihni? Që përgjigjet e kjo pyetje se si janë shpëtuar njerëzit para se marrë Krishtin, nëse Krishti është vetëm me rrugë për shpëtim, përgjigja është në anë të Krishtit. Ata vetëm e kanë bërë simbolike, ne e kemi realitetin se Krishti ka vdekur, por është e njëjta gjë. Është e njëjta gjë. Perëndia, ata kishin besuar atë që Perëndia ju kishte zbuluar, po? Edhe e ka Perëndia ja kon ata, Krishti vdes ai ja qetë bekimin e Krishtit për mbi ta, sepse ata e kanë bërë ato që Perëndia ju kishte zbuluar në aty. Jeta përjetshme për ata ishte një premtim, ishte një premtim i sigurt, mirë po nuk u përmbush deri në vdekjen e Krishtit. Deri në vdekjen e Krishtit. Pra një herë them që të gjithë ata që besuan Perëndinë dhe jotën e vjetër, të gjithë ata që ju bindën zbulesës që Perëndia ju kishte dhënë, të gjithë ata që e pranuan sistemin e sakrificave, që ishte simbolike e Krishtit, të gjithë Perëndia u mori këtë parasysh edhe ja numëron atyre këtë si besim në Krishtin dhe ata shpëtuan përmes Krishtit. Ose një pyetje tjetër që mund ta bëjnë sot, që bëhet shpesh në fakt. Çka pra ata njerëz që kurrë ndëgjojnë për Jezusin? Çka pra ata njerëz që është lind, vdes në gjunjë në Afrikë, edhe kurrë nuk ndëgjojnë Gjelin, kurrë nuk ndëgjojnë Krishtin. Çka do të bëjë Perëndia me ta? Është një përgjigje. Perëndia, ta djatës vjetër kishin besuar atë që Perëndia ju kishte zbuluar, po? Shka të romak venene shohim ato shumë kjo që Perëndia cilësitë e tij, atributet e tij janë zbuluar para njerëzve gjëra që Perëndia i ka bërë. Kështu që po, nëse ata do të respektojnë, do të besojnë atë që Perëndia ka zbuluar, Perëndia është besnik që t'ia tregojë atë Evangjelimin që ata më besuan. Në rastin e veprat e apostujve një person që nuk është besimtar dhe i lutet për Perëndisë, në fakt nuk din për të lutur, thotë, nëse je atje, tregon pushim. Shka banë Perëndia? Ti e tjetëri. Të qushka se fila personi në të lutur. Në prejti shkën e në Evangjilin edhe ai shpëtuar. Është njëjta gjë për njerëz që s'e kanë dëgjuar kur Evangjilin, sikur ata ndaleshin dhe të mendonin. Okej, është një krijues këtu. Edhe unë kam dëshirë ta njoh, kush është ai? Perëndia do të jetë besnik. Do të jetë çaj Evangjilin sikur që ka thonë në Kosovë, në Shqipëri, në Krasnodar. Apo, është besnik ai. Kërkosh s'mund të ditën e gjykimit më quhet me thonë Perëndisë, ti ke fare se s'ma ke dëbuar në gjë. Stabila të se gjithë do të përullën, në ka që Jezusi është nuk do të ankohet askush. Pra, nëse ata i bindën zbulesës që Perëndia ka dhënë ai do të jetë besnik, që t'ia tregoj aty në largë në një, sikur ta ndjatë në vjetër, ta ishin besnik ndaj asaj që Perëndia ju kishte zbuluar dhe ju bindën asaj, Perëndia ja ndërroi atyre sikur besim në Krishtin. Dhe gjëja e parë që ndodh kur Krishti vdes në kryq është premtimi i atyre i plotësohet. Dhe ta marrin jetën e përjetshme. Po çdo person në qiell do të jetë për shkak. Për shkak të gjakut të Krishtit. Allah parasysh kur kanë jetuar ata. Kjo është vargu tash vargu 16 deri në fakt është deri në 28 deri në fund kapitullit. Është e njëjta temë, por ne do t'i ndajmë pak se po shumë, sa do të shohim vargun te vargu 22. Pastaj javën e ardhshme vargu 23. Në vargun 16 shohim disa arsye se pse Krishti duhet vdeste tash. Autori nuk ishte treguar pse kush është Krishti, sa i çmuar ashtu ju tregon se arsyet pse ai duhet vdeste, pse duhet që patjetër vdeste. Në vargun 16-17. Sepse atje ku ka djatë do të jetë me domës, ose e domosdoshme, edhe vdekja ata shikim lëndësit. Sepse djata është e vdeshme vetëm pas vdekjes, sepse nuk ka kur fare fuqie deri sa ata shikimtari ende në shpak, duke të vështirë të bëhen shumë të thjeshtë. Është duke thënë kështu, Krishti së pari duhet vdeste patjetër për shkak e që kjo fjala djatë këtu, fjala greke është diatheke që do të thotë na përdorim sot si amanet apo vullnet. Në pa kur dikush vdek, do të dalë pasionin ti çka bën. Zakonisht është shkruajnë tash një amanet që kur të vdes ai, në pa kur ja kanë pasionin. Mirë po, çka është duke thënë këtu është që ajo letësh që ai personi në shkruan amanetin nuk ka kur fare vlerë përderisa ai personi është gjallë. Është vërtet?
s'ka për vlerë, se s'ki nevojë të lidhë se është gjallë. Në mënyrë që kjo letra me pas vlerë është ky personi duhet vdes. Çka është duke thënë vargu 16 është kjo që atje ku ka djallë, ose ku ka një amanet, ose një premtim me një fjalë. E domosdoshme është që ai person të vdes në mënyrë që kjo me pas vlerë. E shihni? Është domosdoshme që përndryshe si vargu 17, sepse djalla është e vlefshme vetëm pas vdekjes, sepse nuk ka kurrë fuqi derisa ta shkrimtari e ndërron. Krishti ju kishte premtuar këtyre, ose na kishte premtuar gjithë atyre që besojnë jetën e përjetshme, mirë po, ai premtim nuk ka vlerë përderisa ai që ka premtuar që vdes. Shaka po Krishti në kryq? Vdes. Premtuesi i premtimit është e domosdoshme që të vdes në mënyrë që ai premtim me pas vlerë. Ose ai amanet. Se s'di s'kishëm në fjallë shqip më mirë për në shka. Testament. Pe kam në këtë testament mirë. Testamentin nuk ka kurfar vlerë, përderisa testatuesi, shka e premtina është të gjallë. I duhet vdes. Këtë që, mesazhi 16 dhe 17 është shumë i thjeshtë. Krishti duhet të vdeste patjetër në mënyrë që testamenti apo dhjata apo amaneti me pas vlerë. Kjo është çka është duke thënë. Aty ku ka amanet është domosdoshme vdekja. Siç e thash, nëse një person para se të vdesë e nënshkruan në një testament apo në të lënë pasurinë dikujt, ai dokument nuk do të ketë kurrë vlerë përderisa personi është i gjallë. Ai hyj në vlerë kur personi vdes. Pa Krishti duhet vdeste patjetër në mënyrë që ky testament apo ky amanet ose dokumenti ketë vlerë, pra e arsyeja ka vendosur autori i hebrejve këtu. Kështu që kjo është arsyeja e parë pse Krishti duhet të vdesë në mënyrë që premtimi ose amaneti i tij, testamenti i tij të ketë vlerë. Duhet të vdesë, Krishti duhet të vdesë. Së dyti tash për vargu 19. Arsyeja e dytë që Krishti duhet të vdesë është pse? Sepse falja, më në çdo falja më ka të kërkon gjak. Falja më ka të kërkon gjak. Shënë vargu 19 deri në studiu. Sepse kur i than të gjitha urdhrimet, sipas ligjit, gjithë popullin nga Mojsiu, ky mori gjakun e biçave të cjepëve bashkë me ujë, lesh të kuq, të ndezur dhe hisop, e spërkatja dhe ligme të gjithë popullin. Duke thënë, ky është gjaku i bestirës që Perëndia urdhëroi për ju. Gjithashtu ai me agjak spërkatja dhe tabernakull dhe të gjithë enet e shërbesës hynore. Dhe sipas ligjit, gati të gjitha gjërat pastruhen me gjakun, të paderdhur gjaku nuk ka ndjesë. Këto vazhde kanë plotësisht bëjnë me çka? Me gjakun. Edhe autori ja nis që në fillim, që me Mojsiun, monument Mojsiu ishte një profet që ju det shumë i çmëri, ndoshta një vërtet e rëndësishme. Edhe thotë shiqoni edhe ai juaj që ju e çmëri çaq shumë, ka thënë që pa gjak nuk ka falje, pa gjak nuk ka ndërmjetësim. Kur Perëndia vendosi beslijen e vjetër, ishte gjaku që ja dha vlerën asaj beslije. Apo në fund Mojsiu pasi ndërton tabernakullin e vendos gjithçka në vend me gjaka dhe thotë ky është beslidhja. Monument. Është përmes gjakut. Shojtë tek Eksodi 24 lexojmë së bashku. Tek Eksodi 24 se përshkruan saktësisht se çka ndodhi aty në Mojsiu. Eksodi 24 është faqe 80. Duke filluar në vargun 3, atëherë Mojsiu erdhi dhe i tregoi popullit tërë fjalët e Zotit. Kjo është mbas Mojsiu kishte kaluar kohën për një. Tërë fjalët e Zotit dhe tërë ligjet. Dhe gjithë populli u përgjigj me një zë dhe tha: nuk do të bëjmë çfarë gjërat. Jo, ne do të bëjmë fjalë. Ne do të bëjmë tërë gjërat që Zoti ka thënë. Apo njerëzit gjithmonë kur nin diçka tre, thonë po më shkon në mënyrë vonë. Mi po Mojsiu nuk është i gut shumë kjo. Shigjoni çka bën Mojsiu i shkroi tërë fjalët e Zotit, pastaj u ngret herë të mëngjesit të ngriti në këmbë e malit një altar dhe 12 shtylla për të 12 fiset e Izraelit. Pastaj dërgoi bejtë të rinj të Izraelit për të ofruar holokauste dhe për të krijuar dema të rinj si therror falënderimin ndaj Zotit. Dhe Mojsiu mori gjysmën e gjakut dhe e vuri në legend dhe gjysmën tjetër të gjakut e shpërndau mbi altar. Pastaj mori librin e besledhjes dhe ja lexoi popullit, të cilët tha: ne do të bëjmë tërë ato që ka thënë Zoti dhe do t'i bindemi. Pastaj Mojsiu mori gjakun, spërkati popullin me të dhe tha: ja gjaku i besledhjes,
që Zoti ka lidhur me ju sipas këtyre fjalëve. Është atëherë kur Mesiu e vjen ligjin, i vjen dhe të udhërimit, ja tregon një dera atë për popull, s'është problem dhe të bëjnë gjithë ato që Perëndia thotë, Perëndia thotë të kenë rregull, unë do të marr gjakë dhe ta voljosi këto para juve. Në shka? Me gjak. Çdo beslidhje është me gjak. Apo? Imagjinoni sa i aftë është kjo teori e Izraelit, ja për kulturë të ide, sa ta çmojnë këtë, e çmojnë Mojsiu. Çka bëri Mojsiu në gjakun e këtyre sakrificave? Pagu 19 në tregon se përkati mori gjakun e vizit thjesht bashkë me ujë lesht të kuq të dezur dhe i sot, e spërkatja dhe librin dhe gjithë popullin, do të thënë ky është gjaku i beslidhjes që Perëndia urdhëroi për ju. Merë spërkat librin, ose ato 10 urdhrime që i kanë dhënë edhe popullin. I ka thënë që ju jeni duke u betuar që ju do ta bani këtë gjë, po beslidhja është përmes gjakut. Në vargërisë të ne, gjithashtu ai në gjak spërkatet në tabernakull dhe të gjitha enët e shërbesës hyjnore. Jo vetëm aty, por tani hyn në tabernakull edhe i spërkatet dhe enët, si shenjë beslidhje në vetë popullit të Perëndisë. Pyetja është pse gjithë ky gjak? Çka është puna e këtij gjakut? Pse është e nevojshme gjithë ky gjak? Thjesht për t'ju treguar atyre se duhet gjak, duhet sakrificë për mëkatin. Ashtu si vargu 22 shka thotë. Pa gjak, pa derdhur gjak, nuk ka ndjesë, apo nuk ka falje është fjala. Pra shohim shumë qartë se Krishti duhet të vdeste patjetër e para, në mënyrë që testamenti i tij na të ketë vlerë, e dyta, falja mëkateve kërkon gjak. Beslidhja kërkon gjak. Qysh në fillim Perëndia e kishte bërë këtë për t'ia futur në mendje ideve se shiqoni se pa gjak nuk ka ndjesë. Është autori duke thënë shiqoni Mojsiu ju, shiqoni ato që ju e çmoni më shumti. Edhe ai ka përdorur gjakun si shenjë beslidhje. Është ne dimë se natën kur Jezus po trajtoi çka bëri. Mori kupën, të nësi ishte të grunur dhe ishim kërtina mori kupën dhe tashka, kjo është gjakun jemi. Që në derë për ju, të falë në katëve. A e vendos një beslidhje, të retash, mirë po, prapë është në shkatë, në gjak. Ashtu si kore vjetë. Beslidhja e retash, fillon në të njëjtën mënyrë si e vjetë, me gjak. Mirë po, kjo gjak është shumë i çmuar, si që përme dhe vetë, shumë i çmuar se sa i kafshëve. është mendoni pa gjak s'ka falje, shka në thëtë kjo? Se njëra vetë për nuk falje, për me qëtë pastor për Perëndisë është për një skujtë, njës Krishtë. Që këtë të në ndezë nejve për në ndohë gjimën? Gjdo fe tjetër, gjdo religion tjetër, pa marë parasysh sa i mirë doket, pa marë parasysh sa të mira bën këtë botë, nëse nuk e ka Krishtin se sakrificë për gatë, janë komplet humbë dhe s'ka falje. Se pa gjak nuk ka falje. Perëndia kishte thënë të Ezekieli 18:4 që shpirti që më ka thënë dhe të vdes. Po kjo është përfundimi. Shpirti që më ka thënë dhe të vdes. Kështu që e vetë një mënyrë tash që një person mos me përjetu vdekjen e përjetshme është që ky mëkati do të më largohet. Kjo është në gjillë. Njëra e vetme që një person mos me përjetu vdekjen e përjetshme, vuajtjet në ferë është që ky mëkati duhet largohet. Si e bëri Perëndia? Ky mëkati duhet paguar. Si e bëri Perëndia këtë? Në vdekjen e Krishtit. Ai e pagoi këtë. Ai e pagoi dënimin për mëkatet tona. Kjo është pse ai është e vetmja rrugë për shpëtim. Pa gjak nuk ka falje. Thjesht jam në një debat me të muslimanë në fakt në një grup atë që kjo është tema personale, nuk e largoj që sa në këtë folje këta, okay? Në rregull gjithë ato që bëhet. Pyetja është si do dalësh ti para Perëndisë mëkatin tënd? Pra një përgjigje përsues. Nëse Perëndia veç e fal mëkatin për shkak të faljes, ai bëhet i padrejtë. Bëhet gjykatësi i padrejtë, gjykatësi i drejtë gjithmonë kërkon dënimin e duhur për krimin që është kryer. Nëse një gjykatës këtu në Malësherë bën një gjykim veç e fal kriminalin pa kur fare pagesë, do të thënë që ajo gjykatësi më i keq se vetë kriminali. Po Perëndia e ka bërë, e ka dërguar Krishtin
që të paguaj këtë mëkat, që të largoj këtë mëkat me të 2 Korintasëve 5:21 për të marrë që përqenë më mësë shumë. Ai e bëri atë që nuk njeftë mëkat për neve që ne të bëjmë me drejtësia Perëndis në të. Çka është të thonë? Ai ka marrë Krishtin që nuk njeh mëkat, e ka bërë mëkat, duke marrë mëkatet tona që ka vendosur për mbi ta, në mënyrë që ne tash ta marrim drejtsinë e tij dhe të çndrojmë për Perëndis pastër. Kjo është ngjyrë, por ne nuk kemi nevojë veç për faljen e mëkateve, ne kemi nevojë për një drejtësi që na më çndrojë në prezencën e Perëndis. Dhe kjo Krishti na jep. Krishti na jep. Arsye patjetër vdekja e Krishtit është e nevojshme, sepse duhet gjak për t'i pastruar, nga pastruar ne nga mëkatet tona. Që mesazhi i hebrejve është shumë i rëndësishëm. Pa gjak nuk ka falje. Kështu në që mujna me dalu se cili religion është falës, cili është vërtet. Gjaku. Shka bëjnë ata me Krishtin? Shka thoi muslimat për vdekjen e Krishtit? S'ka ndodhur. Shka thoi më herët, për shkak se është satanik dhe e ka largu pjesën kryesore, apo se ka shumë tregimet ngjashme. Në kohën për këtë vjetë e kryqe e ka larguar komplet për arsye se është satanik dhe Satani normal nuk dëshiroj që njerëzit shpëtohen. Kështu që për fund veç duhet të bëj disa pyetje personale për neve mas pari. Po ne përmendëm herë që ka shumë njerëz që janë të mashtruar, gjë se janë krishterë, por nuk ka kur fare realitetin ta. Kështu që pyetja e parë që do të bëj është: a e dim ne të sigurt, a jemi ne të sigurt që jemi të mbuluar me gjakun e Krishtit? Mendoni për çdo. A jemi ne të sigurt që jemi të mbuluar me gjakun e Krishtit? A është Krishti, vdekja e tij në kryq, e vetmja rrugë që ne e dim dhe e besojmë për shpëtimin e shpirtave tonë? Apo është shumë shpesh krishterët çka bëjnë është që mendojnë që po Krishti është shpëtar, po vonë jeni më pak me të mirë, apo është një farë djalli jemi, si vonë. Është ndodhë kjo shpesh, edhe ne të ndohemi me një gjë të tillë. Sa është keqme me pa vetin komplet pa kur farë shpresë. Jena të kriju në njerëz krenarë që me banë diçka, ku t'ju tregoj njerëzve që shpëtimi është falë, që s'veç me anë besimit të një shma tjetër në në këshëm minu që të këshëm pranu me njëherë, po njeri është i marrë për shkak të korruptimit në katë, në në mënyrë që ka dëshirë me banë diçka, apo me fitu vetë apo. Mi po një besim e tillë do të ishte njerëz në ferë. Shpëtimi është vetëm nëpërmjet besimit në Krishtin. Pari shka thëtë, nëse mundohesh me atë ligjit, ose është krejt përmes ligjit, ose krejt përmes një dyhet se një përshtihet se i prish ligjit. Kështu që shpëtimi është nëpërmjet besimit në Krishtin. E pyetja për neve është, a besojnë ana që është vetëm nëpërmjet besimit, pa asnjë vepër? Po? Do të shka mirë me menu. Ne duhet të shohim veprat tona plotësisht të pa shpresë. Pa kur fare të mira që ne mund të bëjmë, që me pëlqej Perëndis, ta dëgjojmë komplet në jetën e tij. Kjo është çka, ky është besimi në të krishterë. Nëse ne mendojmë se pa Krishtin, pa punë, bëhet komplet, ne i prishim dyrën, s'ka kur fare, s'ka kur të mirë. Mënyra si ne shpëtohemi është vetëm në jetën e të besimit në Krishtin, kështu që është ky realitet për ne. Ne mendojmë zemrat tona që sinqerisht e shoqërojmë zemrat tona. Ku qëndron shpresa jonë për shpëtim? Është pas parë për vete e dyta, si gjithmonë. Ne duhet të tregojmë të tjerë për këtë. Ne duhet të tregojmë të tjerë se pa marrë parasysh çka ata besojnë. Nëse nuk e kanë gjakun e Krishtit, nuk e pranë vdekjen e tij, në gjallën e tij. Për mëkatet tona janë pa shpresë, janë të humbur. Dhe janë të shkuar vetë çka të duhet të jetë. Ne çka jemi? Ne jemi ambasadorë i Krishtit. Të Krishtit çka bëjmë, duke munduar që të partojmë njerëzit me Perëndin përmes vdekjes së Krishtit. Ai na ka dhënë neve këtë shërbesën e pajtimit, ne krejt jemi në familje në të qeta, që mi pajtu njerëz në Perëndin, po pajtimi ju është shumë i rëndësishëm, se ka vlerë përjetshme. Është Krishti ai që vdiq për t'i pajtuar njerëzit
në botë dhe çka ne bëjmë është të tregojmë njerëzve. Dhe po ne dimë se kjo është mënyra vetme që ata mund të shpjegojnë nëse dëgjojnë Ungjillin edhe besojnë në të. Kështu që derisa mendoj mos fole për veten tuaj. Ai njeh Krishtin në këtë mënyrë. Ai jeni të mbuluar me gjapën e tij dhe e dyta, a ne jep keni urgjencë në që me dalë në të rrugë. Një të rrugë të tjere të problemi. E dhe lutë me edhe në të kërë këndisë që të bëkoj fjallën e ti. Në japë thjesht, në japë një gzemë, shpesh një sa për ju një të limë të qenit kështere. Sepse është vetë një rrugë për shkëtë. Në të dhije dhe të zbëllu një të vetën për shkëtë. Hirë dhe shurist. Thjesht për dhe salute, për në nderoni për një nga zemë në një në kërkoni për një si me dakët dhe. Si me dakët dhe.